Kalojnë vitet, do të Zoti xhaleshanu më isprovu, I kthehet parit në formën që ishte I pari, ashtu me lebroz. Dhe I thot, o robi Allahut, thot, jam thot udhëtar, thot, jam thot në këtë gjendje, thot, shumë të mjerume, dhe të lutem më ndihmo. E gjeti atë kopeja madhe me deve. Një luginë kishte me ndërtesa, pasuri që nuk përfundonin, ishin gjitha tijat. Thot, el hukuk këthire, thot. Sa gjona komun, thot, për të kryu, thot, duke ty si u kam shumë, po unë nuk e di ku jam vetë. Thot, robi Allahut, ke qenë edhe ti dikur si unë. Unë, thot, si puna jote, asnjëherë s'kam qenë. Në asnjë moment, subhanallah, e kisha arru për 10 vjet, për 15 vjet, për 20 vjet, se qa kishte vujt vetë për para. E imagjino, të vi njeriu nga një sprov dhe të harroj sprovën dhe mos ta kuptoj sprovën që po heq tjetri, vallahi kjo është e rëndë shumë. I thot, nëse je gënjeshtar, thot, atëherë Zotit ktheft sot siç ke qenë, subhanallah. Iku te I dyti, edhe te I dyti e njëjta histori, thot, kam thot punët e mia, kam hallet e mia mblerehat, thot, po ke qenë thot si puna ime, thot. I shkojmë pamjen e vet, me atë sprovën që kishe pas ai. Thot, unë thot si puna, asnjëherë, thot. Den babaden, thot, I pasur, thot, trashëgim, thot, nga pasuria, thot, e të parëve të mi. Subhanallah, duke u mburr, duke dash me fsheh identitetin e tij, edhe sprovën që kishte, po ç'a problemi kam qenë dikush, sot jam ngrit, sot jam më mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Kush është problemi? E përveç asaj mohon edhe mirësinë e Allahut që I ka falë Allahu. Thot, qofse je gënjeshtar, thot, Allahut kthef siç ke qenë. Kur shkon tek I treti, I thot I treti, pasha Allahun, thot, se I shkon si I verbër. Pasha Allahun, thot, unë, thot, kam qenë I ditë si puna jote, thot, e di, thot, se qa do me thonë, thot, me qenë ashtu si që kam qenë unë. Pasha Allah, unë, thot, nuk do të falenderoj, thot, pse more pak, edhe nuk do të qërtoj pse more shumë. Merë, thot, nga pasuria ime qatë dush, inshallah të bëjnë punë, edhe ti jesh mirë të ta lecoj hallin e sikletin që ke. Thot, asnjë gjë nuk du, thot. Vetëm, thot, e moment që ju dërgoj Allahu xhaleshanu, thot, juve, thot, dikë, e ju androj sprovën me mirësi, thot, po. Kurse sot ju sprovoj Zoti, 2 shokët e tu I thot përpara ranë sprovë, thot, nuk e kalon, kurse ti e kalove me lejnë Allahu xhaleshanu.